Problematika lidhet me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit. Mos respektimi i qartë ligjor mundet të cënojë vimësinë e hetimeve dhe standardet profesionale, duke ndikuar në besimin e publikut dhe në përmbushjen e kërkesave të institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. Kushtetuta ka parashikuar një mandat 9 vjeçar për prokurorët e posaçëm pa të drejtë riemërimi. Ky model ka patur qëllimin e vet në fazën e ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë, megjithatë vlerësojmë se pas këtyre viteve të funksionimit është e nevojshme që të vlerësohet nëse ky model garanton mjaftueshëm vimësinë profesionale të prokurisë së posaçme. Përfundimi i mandatit të prokurorëve të posaçëm krijon jo thjesht çështje të karrierave të tyre individuale, por krijon dhe çështje të ruajtjes së eksperiencës së specializuar që është krijuar brenda këtij institucioni. Kjo eksperiencë lidhet me hetime komplekse, bashkëpunim ndërkombëtar, hetim financiar dhe administrim të çështjeve me ndjeshmëri të lartë publike. Këshilltarët ligjor pranë SPAK-ut vijojnë të mbeten problematik. Mungesa e këshilltarëve ligjor me përvojë krijon vështirësi në cilësinë e hetimeve dhe cilësinë e ndjekjes së çështjeve në gjitha shkallët e gjykimit, përfshirë dhe ato në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese. Problematik tjetër për vitin 2025 ka qenë bashkëpunimi me institucionet publike, edhe pse ka patur rritje të referimeve dhe shkëmbimit të informacioneve, niveli bashkëpunimit duhet të rritet më tej, veçanërisht me Policinë e Shtetit për të garantuar hetime më të koordinuara dhe efikase. Për vitin 2026 mbetet sfidë sistemi i menaxhimit të çështjeve, konsolidimi më teshëm i moduleve ekzistuese dhe integrimi i funksioneve të reja mbetet prioritet për të përmirësuar ndërveprimin me proceset hetimore dhe procedurale të dhënave, duke siguruar monitorim më të mirë të procesit të progresit të çështjeve penale. Për sa i përket njësisë së analizës, është e nevojshme që të konsolidohet veprimtaria e sektorit të vlerësimit të informacionit kriminal në BKH, si një strukturë e specializuar për mbështetjen e hetimeve komplekse, matet e riskut dhe rritjen e rolit proaktiv në fillimin e çështjeve kryesisht, dhe kjo mbetet sfidë, duke kërkuar bashkëpunim të vazhdueshëm me ekspertë ndërkombëtar dhe rritje të kapaciteteve teknike. Statusi i specialistit ndërlidhësi në punën civil nuk përputhet plotësisht me funksionet që duhet të kryej sipas ligjit nr. 95/2016, duke bërë të nevojshme përcaktimin e qartë të pozicionit dhe kompetencave për të garantuar efektivitetin e këtij roli. Mungesa e kompetencës për njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja përfshirë procedurat e ekstradimit mbetet problematike dhe ndikon vimësinë e hetimeve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale për subjektet e posaçme detyron që këto çështje të trajtohen nga gjykatat e reduksionit të përgjithshëm, duke rritur kozgjatjen dhe kompleksitetin procedural. Po kështu, si një ndër sfidë dhe problematik, vijon të mbetet ekstradimi dhe deportimi i shtetatëve shqiptar, edhe pse ka përmirësime në bashkëpunimin me disa shtete, përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, procesi i ekstradimit vazhdon të jetë sfidues dhe kërkon nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëse për të garantuar ekzekutimin e vendimeve penale jashtë vendit. Ju falenderoj, zoti doktor.